Një tragjedi e rëndë goditi provincën e British Columbia në Kanada, ku një sulm me armë zjarri në shkollën Tumbler Ridge Secondary shkaktoi 10 viktima dhe plagosi 27 persona, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike. Mes të vrarëve është edhe autorja e ngjarjes, e cila dyshohet se i dha fund jetës së saj para mbërritjes së policisë. Identiteti i saj nuk është bërë ende publik, ndërsa hetimet për motivin e sulmit vijojnë. Sipas autoriteteve, policia gjeti 7 viktima brenda shkollës, përfshirë autoren, ndërsa një person humbi jetën gjatë transportit në spital. 2 trupa të tjerë u gjetën në një banesë pranë shkollës që besohet të jenë të lidhura me masakrën. Në një njoftim fillestar, autorja u përshkrua si gruaja me flok kafe që mbante një fustan. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi menjëherë duke shprehur trishtim të thellë dhe duke anuluar pjesëmarrjen e tij në konferencën për sigurinë në Munich. Ai publikoi një mesazh ngushëllimi për familjet e viktimave dhe lavdëroi guximin e ekipeve të shpëtimit, të cilët vepruan me rrezik për jetën e tyre. David Eby, guvernatori i British Columbia, e përshkroi ngjarjen si një tragjedi të paimagjinueshme për shkollën, një qytet minierash me rreth 2400 banor. Shkolla, e cila numëron 175 nxënës, është evakuuar plotësisht dhe të gjitha shkollat do të qëndrojnë të mbyllura deri në fund të javës. Policia ka kërkuar që banorët të qëndrojnë në shtëpi dhe po vjon hetimet për të dokumentuar çdo lidhje midis autorit dhe viktimave. Shpërthimet me armë masive janë të rralla në Kanada, por precedent të tillë janë regjistruar edhe më parë. Në vitin 1989, një sulm në Politeknikun e Montrealit la të vdekur 14 studentë, ndërsa në vitin 2016, një 17 vjeçar vrau 5 persona. Ky është rasti i dytë tragjik në British Columbia brenda një viti, kur mbas sulmit me kamion në Vancouver që në prill të kaluar la 11 viktima gjatë një festivali Filipinas. Ngjarja në shkollën Tumbler Ridge ka tronditur komunitetin vendas dhe ka hapur sërish debate mbi sigurinë e shkollave dhe masat kundër dhunës me armë në Kanada, duke rikujtuar se edhe vendet të cilat konsiderohen relativisht të qeta nuk janë imun ndaj aktesh të papërshkrueshme dhune.